Nuk mund të filloj luftën pa marrë miratimin e ligjvënëse. Pra ekzekutivi nuk mund të filloj do të luftën. Pra në faktor të brendshëm që e detyruan atë ta shtyjë mendoj që ta shtyjë një dy javë. Kemi dy doktrina në përplasje. Doktrina analitike po e shojon. Një doktrinë që vendimi, sepse vetë Donald Trump e tha, unë i kam firmosur aktet e luftës. Plan. Pa, jo është tani. Plane, ata kanë planet gatshme bile. Nuk është problem fare, puna për dy luftë. Pa, kemi 3 deklarata të mbajmë kronologjikisht. E para kam firmosur planin, e dyta koha e Iranit ka mbaruar, e treta jap 2 javë kohë. Në ndërkohë, pjesë e negociatave, pjesë e stilit ti. Dyshimi arsyeshëm na jep, sepse për 82 javë kohë, ndërkohë aeroplan mbajtësit afrohen në rajon, aeroplanet bombardues afrohen në rajon. Pra se thuash, forca strategjike goditëse, aeronavale, aerodetare, e Shtetet Bashkuara të Amerikës po përqendrohet në zonën e konfliktit. Pra aktet nuk përputhen me fjalët. Po përqendrohen po për sa kohë tani pas jemi për të dekriptuar këtu se pashtu japin lajmet, japin të tjerët lajme, sa japin lajmet. Ne bëjmë analizë. Po analizën po bëjmë. Mund të jemi pro kundra? Po, edhe Trumpi desa e shtyu dha një afat tjetër, është në dilemë pra. Po diskutohet edhe e shtyu. Beson ke dilema. Po, unë besoj tek dilema, pse? Edhe unë kam dëshirë të besoj ke dilema. Ka hyrë lojë edhe Europa tashmë.